Kolegë të dashur, ju mbrova sepse kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë. Mbrëm vonë, shumë vonë, shefi i madh ma ka kërkuar një konferencë call. Për ata që dinë anglisht. Për ata që s'dinë anglisht, konferencë nëpërmjet telefonit. Ishte shumë i shqetësuar. Nuk e di çfarë ka ndodhur, nuk e di çfarë ka, ta dëgjojmë lutem. Klara, ne jemi gati. Kam drejtorin në linjë për ju. Faleminderit Klara, ma kalot lutem. Përshëndetje zoti drejtor. O sotir, dëgjoj se dua t'i bie shkurt se nuk kam kohë. Jam në banjon e një lokali dhe nuk kam kohë se po mpresin atje për darkë. Dëgjoj sotir, kam një problem. Mua më pëlqejnë shumë burrat. Zoti drejtor, kam përshtypjen... Po, o sotir, dëgjoj këtu se je i vetmi mik që kam dhe dua të ta them të në konfidencë. Kam bërë diçka të gabuar, ndihem shumë keq për këtë. Zoti drejtor, a mund ta flasim një herë tjetër këtë muhabet të lutem sepse nuk është momenti i përshtatshëm. Jo, sotir, më dëgjoj tash. Më dëgjoj se kam kohë që e mbaj për brenda dhe nuk po duroj dot më. Shiko se është puna. Preçka të femrave më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë madje edhe getat e tyre. Po, i vesh. Gruaja ime nuk di gjë, por kur ajo shkon në punë dhe nuk është në shtëpi, unë shkoj tek dhoma e saj, vesh të brendshmet e saj dhe më duket vetja sikur jam anjeza. Zoti drejtor, të lutem, nuk është momenti i përshtatshëm, më kupton? Po më lër, sotir të mbaroj sepse nuk di kujt ja them ti je miku më mirë, të lutem më dëgjoj. Shiko, e ke parasysh atë fjalimin që mbajta me stafin javën e kaluar? Kisha veshur çorape grash, recipeta dhe breçka. Po atë intervistën që dhash me gazetarët, kisha veshur një palë pantallona, po, dhe poshtë tyre kisha veshur një palgeta me tyl dhe një korse. Duhet t'ja thosha dikujt sepse po çmendesha. Shiko sotir, më dëgjoj më vëmendje. Ti je miku më mirë që kam. Unë të dua sotir. Të dashuroj sotir. Ja, këtë doja të thosha, po doja të ta thosha në konfidencë. Në konfidencë? Unë kujtova se më the konferencë, zoti drejtor.